Heje njerëz të bukur, si jeni sot? Një pyetje kisha, si I bën lekët tis, se ke shumë gjëra luksoze, se dhe unë 12 orë punoj dhe kaq shumë nuk kam dhe unë jetoj në Angli, po nuk po ofendoj, thjesht dua të di. Okej, që të them edhe unë. Ti punon 12 orë, unë kam punuar 14 dhe 15 orë më përpara, para se të lindja djalin, kur erdha në Angli. Punoja me 2 turne, kush më njeh më di shumë mirë se sa kam punuar në jetën time, që të mundem tani të punoj pak më pak, që ti përkushtohem djalit më shumë. Tani jeta luksoze, nuk e di se ku e shikon jetën luksoze. Disa gjëra pak më të shtrenjta mund t'i kem blerë, se ndaj jetojmë, që të blejmë edhe diçka më të shtrenjtë. Shtëpinë që e kam të mirë, e kam se jetoj jashtë Londre, se me këtë qira që paguajmë për shtëpinë këtu në Londër do paguaj vetëm për një dhomë, që kështu janë zgjedhjet që bën në jetë. Pastaja, çdo gjë e kam bërë me punë krahu. Unë kam treguar në TikTok që edhe rroba blej nga tregu me 2, me 3, me 4 euro, nuk më bën për shtypje. Tjetër se një njeri mund të di ti kombinojë ashtu dhe të duken më të shtrenjta, jo. Rroba të shtrenjta që mund të kem I kam blerë, se siç të thash që prandaj punojmë, që edhe të jetojmë një çik më mirë. Edhe që kështu mos shikoni vetëm se shtregon një njeri në TikTok, shikoni dhe se ç'është pas këtyre videove që bëj unë. Nuk kam qenë gjithmonë, që kam qenë duke ndonjë në shtëpi me djalin, se edhe tani që jam me djalin punoj part-time, nuk punoj, po më përpara I kam bërë komandot e mia që të mundem këtë kohë tani të rri dhe të rris djalin tim. Ndaj janë zgjidhjet që bën çdo njeri në jetë, nuk ka të bëjë me diçka të fshehtë ose diçka që nuk e di se si e mendojnë njerëzit. Kjo është jeta ime.